الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi në vazhdën dhe vazhdimin e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Kapitulli pas kapitulli, jemi në kapitullin të cilin e ka titulluar Imam Buhariu Babul Baghi, kapitulli I zullumit. Dhe lidhja e këtij kapitulli me kapitullin e xumas së kaluar që e përmendëm është se në xuman e kaluar përmendëm cilësitë që I do Zoti. E tani Imam Buhariu ka përmend cilësitë që nuk I do Zoti. Dhe këto janë të kundërta të cilat vazhdimisht Imam Buhariu ju vendos theks. Atë çka Zoti e do që ta bëjmë dhe atë çka nuk e do që të largohemi. Dy cilësi të cilat Allahu ja do e Sheikh Ibn al-Qaisit, të cilët I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dy cilësi I paske që Zoti I do shumë. Ta cilat janë ja Rasulullah, tha maturia, vetëpërmbajtja edhe butësia, që to dy cilësit I do Zoti I Madh te bareke ve teala. Tani Imam Buhariu ka sjellë një kapitull tjetër të cilën e ka quajtur kapitulli zullumit. Mirë po zullum I veçantë, baghi. Se I thonë zullum, dhulm, edhe I thonë baghi. Çka baghi? Është zullum me planifikim dhe me nxitim. Kur ti nxiton me plan, me bën I zullum. Kjo baghi. Andaj Allahu subhanahu wa taala I ka ndaluar të gjitha llojet e zullumeve. Dhe pasaj ka sjell një varg hadithe që Imam Buhariu, ka sjell hadithin e Ibn Abbasit, ka sjell polemikën mes xhenetit edhe xhenemit. Edhe ata 6 njerëz të cilët ka thënë alayhi salatu wasallam mos më pyet për ta, dhe të gjithë ata bëjnë zullum. Pasaj ka sjell një hadith tjetër nga Abi Bakr radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, ka thënë alayhi salatu wasalam, krejt gjunahet Allahu çka I ka bë gjunahe, ka mundësi me shti dënimin sa doje vetë deri në kiamet. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme. Zoti me dashje dënon në dunja, ka thënë alayhi salatu wasallam, me dashje ja shtin në ahiret. Përveç 3 gjunaheve, ato vinë dënimet më njëherë. Vini re kësaj të ndëruar xhamat. Ka plot gjunahe njëri ban mes tij dhe Zotit vet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, me dashje Zoti e fal, me dashje dënon, me dashje ja shtin dënimin në ahiret, dunja kur gjasë gjen. Përveç 3 gjunaheve, kush I ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë alayhi salatu wassalam, yu'ajjilullah bi sahibiha min har Allah chatina ya bedanimin min har. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardikujna, nxiton mi shkel dikan, nxiton mi bë padrejti dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se ka mi ardh dënimi. Andaj kreç që në dunja çka të ndodh pi zullumit, t'jeni të bindur që ka më ardh dënimi, çfarë forme nuk e dina, t'jeni të bindur që ka më ardh dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me dëshue që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pshtjellin çish dojnë, le ta manevrojnë çish dojnë, le të manipulojnë çish dojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Çish dojnë ne të mbledhën 100 seminare, le të bëjnë çka dojnë organizatat, pa e sjell Allahu ndëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty. Kjo është e para, el baghi. Kjo vlen për shoqërinë, vlen edhe për individin. Qofse edhe ti ki bë kushijës tan zullum, ka me ta kthi Allahu subhanahu wa taala. E dyta, wa uququl walidain, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta, jo në ahiret, këtu në dunja.
ja prish Allah jetën për këtu. Wa uququl walidain. A e dini të ndëruar xhamat, se Allahu subhanahu wa taala me një fjalë, me një folje e ka kërkuar falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Wa anishkur li wa li walidayk. Wa anishkur li wa li walidayk. Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thënë, falëndëro mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Andaj nuk duhet askush mi shku mendja mi shku mu rebelu ndaj prindërve, apo mos mi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vet mos mi respektu baballart e burrit vet. Le ti ken tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem që për tekat e veta, për llastosit e veta, për budallakijat e veta i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve vet. Ti do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane ti tutët Allahu xhel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallaktanin, ulu aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. A e kupton se Zoti ka e kur t'ja bere Zoti dënimin burrit tan, ka me ta pru edhe ti se bashkë me një kulmin apo o uququl walidain. Kujdes, e një shkurli wali walidejk. Me një folje ka pranuar. E ka pru Allahu xhela, mu falënderon dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit. Asnjë ajet nuk është kështu. Dhe i treti, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe i treti është ai personi i cili bën zullum, edhe lloji zullumit të tina e meriton pindunja me apru dënimin. Cili është ai? Ai i cili këput lidhet parafisnore. A ka më të keqe se mi prish familjet? A ka më të keqe se mi degradu familjet? Këshire që ka ju ka ndodhë familjeve? Ku haët sofër me një ven? Ku hajnë buk me një ven? Kalzom cëllën shpi hajnë buk me një ven? Sa të ralla janë atë shpi? Këta e ka prish dikush të ndëruar xhamat. Sa kanë që shtu, këta e ka prish dikush. Kanë hangë njerëzit bashkë, janë dasht, kanë nejt, agjallare, dajallare, halla e teze, ka pas lidhe farë, këta e ka prish dikush, këta e ka menu dikush. Ja kujtoni se ki qashtu ka ardhë, qashtu leta. T'ja menon se tip se s'fol me kitë familjarët e tu, qashtu ka ardhë, u qoven sa pas, s'ka më familje. Jo, dikush plan e ka bo këta, plan. I kryesohet i për atënë, kusho? Shejtani. E pastaj e kanë zbatu naivat, e shejtan për insanve, e shejtan prej llojeve të ndryshme të njerëzve, e kanë zbatu kada ka dal. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. Ati a menon se kritë çash ka dalin këta kundër familjes, to kote kota. Milionat japën për ti mos me fol me vllavin tan, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti më kanë vet. Qyri shoqërisë që kanë degradu vet. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Edhe ligjet i trajtojnë me individ. Pse? Neve thot na intereson individi. Kjo është e sinuar, agjendo. Ka thënë alayhi salatu wassalam, që të tri gjunahe Allah nuk i shtin për akhirat, këtu i bet dënimet. Edhe një herë, i pari cili jo, ai që ka bën padrejtësi, zullum, i diti, ai i cili nuk i respekton prindrit e vet. Edhe i treti, ai i cili kput lidhet farefisnore. Ai i cili kput lidhet farefisnore. Dhe pastaj ka thënë Buhariu një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu an, të cilin e ka trajtuar si zullum. Imam Buhariu, këto hadithe, çdo kapitull, çka të vjen e hadith lidhet me kapitullin. Kapitulli e ka emrin kapitulli i zullumit. Krejt hadithet e bosh janë zullumit. Çka ka në këtë zullum? Thotë Abu Huraira radhiyallahu an, yubsiru ahadukum al-qadhata fi ayni akhihi wa la yubsiru al-jidhl fi nafsihi. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu an, njëri pi juve e sheh pluhurin e vogël në sinin e vllavit vet, e nuk e shet drunin e madh të vetvetja e vet. Çka ka dash me thonë? A keni pa njëri thot, gabove që tu vlla. Një detaj i vogël. Gabove thot. A ki trungin të shtëpia e ka? Trungin e ka. Kja i mush në gjunahe, i ras në gjunahe, ama ti ta sheli pull, thot që kjo pulla pak se pas kem shtel. Po ti komplet i desht me koke. Unë një pull se pas na. Po ti komplet i desht koke. Që tu vlla që këtë gjuna si të mundesh me lanë, se nuk ka mirë me e bo. Apo, ka dal pi kazenos të maders. Del pi kazenos të maders. Del pi bigjozit të maders. Apo, del pi kamatës të maders. I ban kreta krimët që ka egzistojnë tokë edhe të kalzon, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. A e kuptoni që atë ndodh? Kjo absurditet, kjo nuk ka ndodh veç kohën tonë. Njeri me dal pi gjunahit,
edhe me të majt ders për fe. Që të na ndodh kjo. Kjo ndodh. Çka tha Ebu Hurajra? Këta e ka përlemru moti ai. Tha e sheh njani pi juve plunin. Po i pluni nuk shihet zimin e tjetrit. Duhet me marrë me mikroskop me këshir. Plunin në si. Ti te mjeku kur shkon ai thot ka dalë qetsojo për me ta këshirësinin. Gjithë ato mjeta i ka, thot ka dalë ta këshirmi. Plunin e shat e ti. A trungin e vet të madh nuk e shat e vetja. Andaj të ndëruam xhamat. Ki zullumo që ne me trajtu gabimin të tjetrit të vogël, a vetën e kemi harruar. Miro morë me vetën tonë, miro me hallin tonë, o vëlla. Miro morë me xhenemin tonë, me xhenetin tonë. Këshir puno ta lirosh qafën tonë pi xhenemit tonë. Ta lirosh qafën pi xhenemit se nuk e di ai liru Allahu të mor frim. Na i shohim njerëz se si jetojnë, pastaj degradojnë, Allahu na ruaj dhe i ruaj fëmijët e tonë. Na nuk gëzohemi me devimin e kërkuina. Mirë po njerëzit do më mor me hallin e vet. Andaj mos lejoni të ndëruar xhamat. Ata të cilët i kanë trungat e gjunave të shtëpia me ta boti me gisht ka pluni i sinit tan. Kështu ka thënë Ebu Hurajra, ti plunin e pave të une. Po ti trungin a të shtëpia. Ti a shemor familjen tonë ajo. Këshire mor pak familjen tonë. Këshire ti pak familjen tonë mos e drejtoj tjetrën. Drejtoj një oborrin tan. E ka njerëz shpartallu me familjen e vet, munohet mi kallzu aty hoxhës, to shire hoxha gaboj. Këshire mor familjen tonë, drejtoj një familjen tonë ti. Pejgamberi alayhis salatu wasallam i kishte mësuar sahabët me drejtu familjen e vet. Në ditë për ditë majti ders Abdullah ibn Mesudi. Edhe i foli për vizatimin e vetullave të grave, për nukjen e vetullave. Edhe mas dersit u çuni gruaja. Tha po be hoxh ibn Mesudi radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Tha po ti let e kije tha. Ti po na fol po. A e ke kishir tha ti gruën tënde? Se njerëzit nuk e kanë begale ata akuzon, atë bën iftira. Tha kanë gruën tënde. Hin thash shpiteme. Nëse e gjen gruën teme me nikime të hekt. Hin se je gruaja, hin çokxhere. Ata njerëz kishin harmonizuar mes fjalëve të veta dhe veprave të veta. Hin tha, këshira mundesh me gjetë dënja që unë çfarë ka po tham, nuk ka çashtu. Andaj Aisha radhiyallahu anha çka thonte? Pejgamberi sallallahu pak lipte pi njerëzve, shumë bante për veti. Njerëzit u thonte falën e farzin edhe çat sunet si të muni. A për veti? Për veti? A e bante veç ata? Jo, thot Aisha, ju anjshin kam tu fal natën. Unë e falna shumë jo. Derisa kur ka ndash me emitu dhe sahabe, ka thonë edhe natë falna se jaj. Ka thonë sa sti punë të juve jo. Mos u kësheni mua. Mua dhe më ka po pejgamber, unë e falna shumë. Ska lip, a na sa mojna sot. Unë e rrim Facebook, falu vllati. Çka hibe mirë çka i të fol. Ti mu më kallzon pi Facebook çka më bë. Ti rri aty ta natën polemizon ban xhonet kota, më kallzon mua çona haki çona e vërteta. Nuk shkon kështu të ndëruar xhamat. Përmirësoju vet, mjafton një sjellje e mirë për 1000 ligjërata. Një sadaka që ja jap ti koshijës tanë, mjafton për 1000 ligjërata. Një sjellje që ti e bën ndaj dikujt si musliman, kur ti nuk vedh në pazar, kur ti je i ndershëm, kur ti je fjalë mirë, kur je sjellje mirë, karakter mirë. Hiç s'ka nevojë me fol, më na tut pa. S'ka nevojë me fol. Abdullah ibn Selam çka tha? Pasha Zotin se e kam pa më sa me kam ditë pejgamber. Si e kam pa? Hiç s'ka dash me folë. Me kam pa që pejgamber. Edhe për plot për njerëzve, po s'ka nevojë me fol Allah, se po shihesh i keq. Fol sa dush mirë. Fol me ajete me hadithe, por shifët e tjetra. Lut në Allahin, Allahi më na i përmirësoj karakterat. Allahi më përmirësoj zemrat. Allahi më përmirësoj familjet, ama jo me u bë njerëzve zullum, se Allahu ndëshkimin e bën tok. E lutim Zotin e Madh që Allahu ti ndëshkon zullumçarët e mëdhoj, të cilët ju kanë hip njerëzve në qafë, ju kanë hip njerëzimin në qafë, vrasin pa hak, mbysin pa hak, vrasin fëmijë, vrasin jetima, vrasin pleq. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu rahmetin e vet ta zbret mbi ata të dobët. Da zbret Allahu subhanahu wa taala ndihmën mbi ata. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu na i përmirëson karakterat tona. Na i mëson që të udhëzohemi me Kur'an, të udhëzohemi me fjalët e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh që Allahu te bareke ve teala na largon prej zullumit, na largon nga mosrespektimi i prindërve, na largon nga shkëputja e lidhjeve farafisnore. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelal na bën të udhëzuar dhe sebeb për udhëzimin të tjerëve. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu çdo gabim na e fal, çdo gjunat na e fal, çdo gjunat na e mbulon. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu te bareke ve teala na bën prej banorëve të xhenetit dhe na largon prej banorëve të zjarrit. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين، اللهم اضرب المنافقين بالمنافقين، ونجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالإسلام، اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين ومشايخ المستضعفين في السجون وغيرها يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم، اللهم أنزل عليهم من رحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أرنا بأسك وقوتك وسلطانك وجبروتك على الظلمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتغفر لنا يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.